Shikuesit e televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Kandidati. I ftuari që kam sot është një arkitekt sipërmarrës shumë i njohur dhe tashmë në politik. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj Aleksandër Jushi, Koalicioni Euroatlantikët Qarku Lezhë. Mirë se erdhe, është kënaqësi. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Ke lindur në fshatin Tresh të Lezhës. Ma bëri përshtypje si emër, nuk e kisha dëgjuar. Është problemi im kjo, ky duhet jetë. Po si është formësuar fëmijëria jote? Në fakt, unë kam lindur në fshatin Tresh dhe kam mbaru shkollën fillore në fshatin Tresh. Dhe me lidh politikisht, është fshati Tresh dhe unë, bëjmë numrin 4. Bëni numrin 4. Si ka qenë fëmijëria jote? Në fakt, fillimisht kam qenë një fëmijë i llastu, më kanë llastu familja, agja sidomos. Po, që ka qenë ato, po themi ato propësijat i kam bërë sa kam qenë i vogël. Pastaj në pjesën që jam rrit, mendoj se jam djalë shëmbullor i qytetit. Dhe thonë që kush është i prapë i vogël, bëhet shëmbullor në fakt kur rritet. Në fakt, mund ta sjell një histori të vogël, ku më kërkuan foton për i dalluar në shkollë, në klasë parë. Fotoja ime ishte me cigare, si për tavoline. Kur e shikon tani ato imazh, tashi, do të thënë, komplet ka ndryshuar situata. Do të them edhe histori të vogël. Kur kam qenë i vogël, baba im ishte emigrim në Greqi dhe atëherë u folte me telefon. Herë në javë, herë në muaj, nuk e mbaj mend se sa shpesh. Po unë, kur flas telefon me te, kërkoj një motor, një pistolet, një automatik, ku di unë lodra fëmijësh atëherë. E ai qesh, po jetonte një familje doktorash në Greqi, edhe pyesin ato pse qeshe. Ky tregon historinë, edhe tregon babën se ato bën marak. Kur kemi ikë pas shumë vitesh në Greqi, e pyesin babën, ai djali që ke pas është akoma në Burg, çfarë bën? Jo, po djali shumë i mirë. Është një arkitekt në fakt. Si ke zgjedhur të bëhesh arkitekt? Ke pasur një dëshirë të hershme, ka ardhur një moment caktuar, si u fute në arkitekturë? Në fakt, mbaj mend shumë përpara se me zgjedh arkitekturën, ishim në një kamp me fëmijë të tjerë. Edhe na dha tema të lira, dikush bote vizatime, dikush vizualiqe, bëni çfarë doni tema të lira. Dhe unë vazhdova të bëj një maket. Dhe kalon një motorën të Murgesha, si ishte kamp kishe, edhe më tha, o djalë, tha paske për të bëj një arkitekt i Zoti. Atëherë nuk i vuna rëndësi. Kur regjistrova në shkollë, fillon të më dalë fjalët. Sa e bukur. Kështu që atëherë mendoj se në arkitekturë ja kam arrit, pra edhe me projektu diçka të pëlqyeshme dhe për me marrë kënaqësinë maksimale për ta ngjuar veten të plotësuar. Mban mend diçka nga shkolla e lartë në arkitekturë që të ka bërë përshtypje apo të ka mbetur në memorie? Ka një moment shumë interesant. Ditën e parë që kam shku në shkollë, kur kemi filluar shkollë, profesori i tha që do nxirrin nga një letër e do shkruani si shikoni veten pas 10-15 vitesh. E shkruajtëm ato letër, aty palosëm, kur ditën e diplomave na sollën dhe tha profesori, ju kujtohet ajo dita? Pra pas 5 vitesh. Pas 5 vitesh shkollë. Do lexoj tha disa nga letrat, po unë nuk i vuna rëndësi për arsye se nuk kam qenë tip shumë i shkrimit, kam qenë më shumë ke shkencat eksakte. Dhe kur vazhdoj lexoj letrën, qyteti im Lezhë është një qytet i bukur që ka lumin, detin, malin. Shpresoj që një ditë të bëhem një arkitekt i mirë, pasi mendoj se një arkitekturë e mirë përmirëson jetën e njerëzve. Që nga ajo ditë jam mundu ta vazhdoj, por sot kam kuptuar se mund të bash me arkitekturë, po me politikë mund të bash edhe më shumë. Pra, doza që mund të japësh për të përmirësuar qytetin tanë është më e madhe se sa vetëm arkitektura. Por kjo nuk më pengon me bë edhe nëpërmjet arkitekturës. Po, mund ta bësh, patjetër, se mos kur je një arkitekt ke vizionin dhe më të qartë dhe për qytetin. Dhe fakti që ti nuk ke shkëputur nga Lezhë, do të thotë që ti vërtet e do kaq shumë këtë vend, sa jeton aty dhe ke vizion për ta çuar përpara qytetin e Lezhës. Në fakt, edhe kur kam qenë në shkollë në Tiranë, edhe dialektin nuk kam arritur ta ndroj. S'ke dashur apo nuk e arritur? Po më duket që kur dal pak jashtë karakterit, kështu që jam pak lezhjan fanatik. Çfarë të ka çuar në arkitekturë? Të ka çuar biznesi jot familjar? Ti ke një biznes për, le të themi, për gurin, për punimin e gurit, apo ke shkuar në arkitekturë se e ke dashur vetë, si një formë edhe për të çuar përpara biznesin familjar?
Në fakt, arkitekturën e zgjodha pak në momentet fundit, isha mes inxhinierisë mekanike dhe arkitekturës, po zgjodha arkitekturën pasi mendova se është një jetë më e bukur e arkitektit, pra më pëlqente pak edhe fakti që mund të shëtis, mund të shikoj vepra, edhe lidhej pak më mënyrë direkte me produktin, me ndjesin, kurse ajo mekanika ishte diçka më eksakte, më afër shifrave. Në fakt të rezultoi që të kesh një jetë më të bukur si arkitekt? Po jam shumë i lumtur se e kam arrit atë që kam pas, po thënë, kam mbush shpirtin me arkitekturë. Ti e ke ushtruar këtë profesion. Cili ka qenë projekti yt më i madh që ke bërë si arkitekt dhe që do të na e tregosh? Projektet, më të drejtën, kam bërë disa projekte. Fillimisht e kam nisë me shtëpia, pastaj me objekte pak më të mëdha, me rezidenca. Kam bërë dhe objekte publike. Tashi, më duket si sfidë për veten, kam dëshirë që të shkoj në një shkallë më të madhe, në një shkallë qyteti. Sepse edhe në fakt edhe me diplomën lidhet fakti se unë kam mbaruar arkitekturë dhe dizajn urban. Dhe më pëlqen të punoj në shkallë më të madhe. Cilat janë projektet publike që do nënvizoje? Projektet publike, krahas disa projekteve që nuk janë mbyll komplet, sepse në fakt unë kam bërë projekt ide si fillim, pastaj është një fazë tjetër që vazhdojnë projekte teknike, por diçka që kam lënë gjurmë janë urat që janë bën Lezhë. Në fakt është njëjti projekt, po janë të vendosura 2 ura. Koncepti ka qenë frymëzimi nga tradita, po më duhet të bëjmë diçka që të tregoje që është diçka shqiptare, por e stilizuar në mënyrë moderne. Dhe nuk e di nëse do keni mundësinë ta shikoni, është zgjedh forma e harkut për 2 arsye. E para ka qenë se urat tona tradicionale janë urat me harçi, me gur, dhe për të bërë të mundshme se mbase nesër do të vijë dikush të lëboje që të rritet pak niveli i drinit edhe të bëhet i lëndrueshëm. Dhe forma e harkut jep mundësi që të kalojnë varkat. Po është mendu pak edhe në të nesme, se nuk ndodh që urat bëhen çdo vit. Si ndjehesh ti kur i sheh këto projekte, kur sheh njerëzit që shkojnë bëjnë foto, bëhen trend, i hedhin rrjetet sociale, dhe ndërkohë je ti truri dhe dora pas tyre? Domethënë, pavarësisht se mbase shumë veta se vinë e bën foto, nuk e dinë se i kam projektuar, siç është edhe hoteli Gjuetis, aty në fakt jam mundu më shumë ta ruaj dhe të shkoj në një harmoni se sa ta dëmtoj, por fakti se vinë bëjnë shumë foto, shumë videoklipe, njerëzit e zgjedhin, domethënë është për mua është një kënaqësi shumë e madhe se marr një falënderim pa e ditë që po më japin personalisht. Pra, vlerësimi është maksimal. Patjetër. Pyetja që bën gjithë është çfarë bën një arkitekt, një biznesmen, ndër më të suksesshmit, të paktën në qarkun e Lezhës, që t'i hyj politikës. Ke profesionin që do, ke biznesin që do, je i plotësuar, por ndërkohë nuk je dhe aq i plotësuar sepse kalon në një fushë tjetër që është politika. Po. Kadesh Zoti na ka ecë mirë, pra kemi punuar shumë nëpërmjet punës, na ka ecë mirë dhe mendoj se është koha për të dhënë. Për të dhënë vendit edhe për të dhënë njerëzve. Dhe ku ke mundësi, besoj vjen natyrshëm që të futesh dhe të kontribosh. Politikën, siç e ceka pak me atë prezantimin që bëna me shkollën, mendoj se është vazhdimsi e një ëndre që kam pas për të bërë Lezhën qytet më të bukur. Dhe për këtë arsye kam dëshirë të jap kontributin tim. Se besoj fort se vendi jonë ndërtohet duke punuar gjithë nga pak. Dhe unë du të jem një pjesë e ekipit që kontribon për të bërë një vend sa më të mirë. Çfarë do ndryshoje ti në Lezhë? Cili do ishte ai projekt që do doje ta çoje përpara nëse do ishe në parlament? Çfarë i mungon Lezhës sot? Të drejtën, zakonisht mundohem që ta ndaj problematikën tema ndryshme dhe të japim zgjidhje konkrete. Pikë së pari unë do filloj të dhënë kontributin në arkitekturë, pra duke bërë një lobim që mund shkojmë te infrastruktura, se ka të domosdoshme nevojën, dhe aty besoj kam për diçka për të dhënë, mund të jap maksimalisht. Shpeshherë edhe punoj, pra po themi pa pas porosi, po thjesht për të lexuar qytet, për të bërë një analizë se ku mund ta ketë potencialin, se një ditë mund të më jepet mundësia dhe pse jo ta zhvillojmë në atë drejtim ku ka potencialin. Nga biznesi kam mësuar edhe problematika tjera, siç janë bujqësia, turizmi,
por mendoj që dëshira e madhe, vullneti dhe duke besu edhe të profesionistat, se nuk mendoj që një politikan duhet i dihet gjithë, ai duhet të konsultohet shumë dhe duhet bashkëpunojë shumë me profesionista për të dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Pse ke zgjedhur koalicionin euroatlantikët, ndërkohë që kisha mundësi të ishe në një parti të madhe, që shanset për të qenë në parlament do të ishin shumë edhe më të mëdha. Atëherë do të ndalem pak. Unë si person vi nga një familje djathtë, gjyshim ka bërë burg politik në Spaq, dhe si familje djathtë unë zgjedh Partinë Demokratike, por nuk ka gjë më demokratike se listat e hapura dhe koalicioni euroatlantik është partia ku unë kam gjetë hapësirë demokratike. Pra e besoj fort se gara do të jetë e barabartë. Kjo është një bindje imja, le të futemi në garë, sepse mendoj se prodhon më të mirën. Jo se kam, në fakt Lezhë është e vogël, unë kam miq të PD-ja, të PS-ja, por nuk pëlqen fenomeni që krijohet. Mendoj se mund të rritet pak shkalla e servilizmit. Ndoshta kjo është mendimi im, por duke qenë listë të hapur, duke zgjedhur njerëzit, ti përgjegjësinë e ke më të madhe. Si ishe shanset për qenë në parlament? Shanset për qenë në parlament, unë jam njeri i punës, jam mësuar gjithçka të arrit me punë, edhe po punojmë fort, njerëzit po na premtojnë, njerëzit kanë respekt, dhe besoj se do dalim faqebardh. Do kemi mundësi të përfaqësojmë. Mendon që do jenë klientët e tu në restorant, apo ata që shijojnë punët e tua publike, votuesit e tu potencial në Lezhë? Më thënë drejtën, se ne kemi vazhdu fushatën, përveç 35 viteve punë të familjes e bashkë, që ka një domethënie të madhe, shumë frymëzuese kur edhe ato pak shok të gjyshit tim që jetojnë sot, edhe ato janë krah. Domethënë është kraja e madhe, vini shok i gjyshit me shkop për me të ndihmu, me mbështet për këtë rrugtim. Dhe shoh se domethënë pavarësisht se jam nipi, transmetoj kaj atë vazhdimsinë e asaj shoqërie që kanë pas. Ke ndonjë projekt për Lezhën arkitekturor që lidhet me kujtimin e gjyshit tënd? Në fakt, nuk kam projekt për Lezhën, kam bërë temën e diplomës, kam bërë burgun e Spaqit në kthim muze. Ishte një mënyrë unë për të njoftë arkitekturën, por për të njoftë edhe gjyshin, se isha i vogël kur ai ndroi jetë, dhe ishte një mënyrë, pra për mua ishte sentimentale, ishte arkitekturë sentimentale. Do ike ndonjëherë nga Lezhë? Jam kurioze, do me thënë nëse nuk do ishe në politik, nëse do të vinte një shans më i mirë, një kontratë pune shumë më e mirë jashtë? Kam pas oferta kur isha në vitin e fundit shkollës, sa kam mbaru, dhe të them drejtën, kam shku, se përmenda pak parë arkitektura është e zgjodha se është dëshirë madhe me shëtit, po maksimumi që kam nejtë kanë qenë 2 javë, 3 javë, dhe s'kam nejtë ma shumë kënë jashta. Nuk kam pa në vend botë që t'i ketë gjitha në një hapësirë kaq të vogël. Dhe unë ndihem shumë i plotësuar në Lezhë. Biles diskutoj ka me bashkëshorten ime ka pas jetuar në Itali, është shqiptare për që ka jetuar në Itali. Diskutoj me te, edhe diskutojmë pak të pjesën e fëmijëve, se kur të rriten fëmijët, do i qemë shkolla jashtë, do i qemë për tjetë ma mirë, po mirë, Shqipëria shumë mirë, ne u rritim këto shumë mirë. Jo, po janë ca kushte që mungojnë. Po hajde të rregullojmë, po kush do rregullojmë? Po fillon baba i vet i pari me shok, gjithë pak nga Lezhë ta ndërtojmë, ta plotësojmë që mos kemi nevojë që nesër ti frymëzojmë fëmijët tanë për me ikë jashtë. Po mundohemi maksimalisht të plotësojmë kushtet që të rrinë këto. Shumë e bukur. Pra, qytetarët e Lezhës, votuesit e tu, duhet ta dinë që ti do jesh aty. Për ata, gjithmonë. Ata e dinë sepse, në fakt, për ata që nuk njohin personalisht, njohin nëpërmjet punës, edhe e dinë që puna ime ka marrë një dimension të madh, po themi në shkallën e shtirjes. Thjesht kam qef ta nxis, ta bëj sa më të madhe, sa më gjithë përfshirëse në komplet Lezhë.